Shpesh herë hami natë me vetën tonë. Si ka mundësi që nuk kemi fituar një luftë, si ka mundësi që nuk kemi pushtuar asnjë. Neve në fakt në historinë tonë kemi raste që kemi pushtuar vende, kemi luftuar, por gjithmonë në një flamur të huaj. Kemi qenë një popull i cili nuk e ka njohur ekspansionizmin nën flamurin e shtetit të vet. E megjithatë, në histori kemi një rast ku kemi luftuar dhe kemi fituar kundër një ushtrie të rregullt. Madje kundër një populli trim, sepse sido që të jetë, malazezët ishin një popull trim. Bëhet fjalë për një luftë e cila ishte për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Ishte lufta e cila e kishte burimin te Kongresi i Berlinit i vitit 1878 dhe pastaj çka solli reagim, ngritjen e lidhjes së Prizrenit dhe luftës për mbrojtjen e trojeve shqiptare, të cilat ju kishin kaluar fuqive të tjera që ishin në kufi me Shqipërinë. Shqiptarët ishin tradhtuar nga të gjithë, e megjithatë luftuan, dhe kjo nuk është pak. Dua të flas këtu për mbrojtjen e trojeve shqiptare në veri dhe kam të ftuar njeriu më adapt për këtë punë, historianin ushtarak Përparin Rexheva. Mirëmbrëma, mirëserdhje. Faleminderit. Atëherë, kishe qef që ta bëje këtë emision në bisedat që kemi bërë, më the që është betejë e vetme ku ne kemi luftuar dhe fituar. Kemi fituar kundër ushtrisë së një shteti të pavarur, siç ishte Malizi. Malizi me vendimin e Kongresit të Berlinit u njoh si shteti i pavarur. Dhe njëkohësisht i dhanë dhe qytetet shqiptare, për shembull, i dhanë Nikëshiqen, i dhanë Podgoricën, Shpuzën, Kolashinin, domethënë, dhe Plavën dhe Gucin. Mirë po, pikërisht çoptimi i trojeve shqiptare. Kolashini ka qenë Joni. Kolashini Joni ka qenë, shqiptar ka qenë, dhe nga emri duket, Kolashin, Kolshini. Dhe ushtria malazeze duhet të thënë e vërtet ai që thatë ju, që ishte një ushtri, kishte një reputacion të lartë. Kishte mundur ushtrinë turke në vitet 1876, 77, 78, dhe vullnetarë shqiptarë që mbronin Podgoricën, mbronin Shpuzën, mbronin Nikëshiqen, madje... Se të gjitha këto kanë qenë tonat. Po, madje, ajo në këtë kohë ata pushtuan dhe Ulqirin, ushtria malazeze. Por, Kongresi i Berlinit vendosi që të jape ato territore që thamë, kurse Ulqirin e ktheu prapë Perandorisë Osmane. Dhe lidhja shqiptare e Prizrenit, që ishte... Shiko, ndalojmë një sekond këtu. Lidhja shqiptare e Prizrenit u tolerua në fillim nga porta e lartë, apo jo? Po sigurisht. U tolerua që të sigurisht. Themelohej, me sensin që unë si perandori po i pranoj vendimet e Kongresit Berlinit, po s'kam që bëj këtyre që nuk duan. Nuk, Turqia në atë kohë Perandori Otomane ishte në pozicion shumë vështirë. Më thënë, në 6 muaj u bën luftime në Plevnë, ishte një general shumë i zoti, Osman Pasha, dhe mas 6 muaj ushtria ruse e mori Plevnën, pushtoi fshatin Shën Stefan dhe ju ofroi Stambollit. Në këto kushte, Perandoria mendonte për veten e vet, mendonte për Stambollin, nuk mendonte për vende periferit Perandorisë, si ishte për shembull Plava dhe Gucia, apo Ulqini, apo Podgorica. Në këto kushte detyrua. Megjithatë, në këtë kohë ministri i jashtëm i Perandorisë Otomane ishte Abedin Dino, që ishte nga Çamëria, dhe funksionarët e tjerë të lartë shqiptarë që ishin në Perandori, do të thënë, u munduan që të gjente një zgjidhje që edhe trojet shqiptare të mbroheshin, po edhe Perandoria Osmane të mos ingranojë ose të mos implikohej, sepse kishte frikën e ndërhyrjes ruse. Dhe në korrik 1878 mori vendimet Kongresi i Berlinit dhe mbreti Kolla, ishte prisë në atë kohë, dhe Malizi priti 6 muaj që ta merrte Plavën dhe Gucin pa luftë, siç e mori për shembull Podgoricën, mori edhe qytetet e tjera që përmenda, që lidhja shqiptare e Prizrenit gjykoi që kishte një popullsi të përzier dhe nuk ja vlente që të kundërshtonte me forcë. Ajo vendosi tani që të mbronte me çdo kusht
plavë dhe kucinë. Për shikuesit dua të them diçka, kam qenë në plavë dhe në kuci përpara 12 vjetësh, janë në zonat më të bukura të Shqipërisë. Natyrë e mrekullueshme dhe është raca shqiptare tipike. Të gjatë, themra meshkuj, bjond, si bojqielli. Ti thua domethënë jam në ndonjë fshat të Gjermanisë. Në fakt është zona e Shqipërisë, është le të themi nga ajo shtylla kurizore ku raca shqiptare ka mbetur e papërzier nga çka qenë këto fushorët ku kalonin pushtues mbas pushtuesi. Por shkoni edhe për natyrën e mrekullueshme. Ka një natyrë të pashoqe. Mund të kaloni nga Vermoshi ose mund të kaloni pastaj nga pikat kufitare që njohim të Hanit të Hotit ose të Moriqanit, po ju bie larg nga Moriqani. Shkoni, mos e lini pa shkuar. Po. Se vërtet, unë shkova, me që kisha bërë një studim nga 100 faqe për luftën në plavë dhe kuci, dhe shëzove rastin shkova me agjensinë turistie në Tiranë dhe shkova në Vermosh, në Guci, se është Gucia përpara, pasi është plava dhe e pashë, me të vërtet është një zonë e mrekullueshme, jashtëzakonshme e bukur. Mendimi im së pashun ishte që këto qytete të dyja ishin prapambetura, ishin të lëna pas dore. Shumë i kanë lënë pas dore. Dhe atje dëgjohet frikset ishin serbisht, nuk pak dëgjohet fritë shqip, domethënë. Me përjashtim të Vuthajt, që ishte një fshat shumë i bukur shqiptar, 100% shqiptar. Edhe Martinaj, në mos gaboj. Martinaj po Vuthaj njërë, ishte shumë jashtëzakonisht i bukur, ishte edhe një syt kaltër, që vajte me pam atje. Shumë i bukur. Plus si pam ato burimet. Dhe aty lokali që është aty është një grua që shërben e mbajnë vëllezërit e saj që kanë ikur në Amerikë. Po, edhe aty hangëm drejt ne, e grupi jonë, dhe aty janë ato burimet alipar të Pejrenës, janë ato malet karstike dhe del uji atje, janë shumë të bukura. Edhe sipas të studiusit shqiptar që jeton në Malzi, Ibrahim Ahmetej, është një studim shumë serios për plavën e Gucin. Është plava dhe Gucia si krajin bashkë ndodhen në qendër të albeve shqiptare, që sipas tij serbët i kanë emërtuar fillimisht ato bjeshkët e Namëna ose prokleti, ashtu, të mallkuara, por bile në plavë Guci është mali më i lartë në Maltëzi. Plavë Guci është Maltëzi dhe është rrethuar rreth për qark, e ke parë vetë, domethënë nga male, kurse aty është lugina shumë pjellore e plavës dhe Gucis. Malet janë të frikshme. Frikshme, po, dhe pikërisht mali i Zi synonte që ta pushtonte këtë dhe sipas praktikës së mëparshme, çdo qytet apo fshat shqiptar që pushtonte Malezi, ai jepte